Mirëmëngjesi për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën me Info Plus këtu në Star Plus Televizion. Sot do flasim për një kampionat tepër të veçantë të zhvilluar në qytetin e Shkodrës. Ai është Albania Mesazh. Kam sot të ftuara dy vajza të cilat kanë qenë pjesë e jurisë së këtij kampionati. Një gjë e veçantë ndodhur në qytetin e Shkodrës dhe për të folur më shumë për këtë, Lavdia Musa, mirëmëngjesi e dashur. Faleminderit për ftesën, Faleminderit ty që je pjesë. Dhe Afrodita Ferracaku, mirëmëngjesi zemër. Mirëmëngjesi, faleminderit për ju. Si ishte ky kampionat, Lavdie? Ishte një gjë veçantë, shumë e bukur. Unë kam përjetuar që nga dita e parë që filloi organizimi, kur e pava, mora në telefon Vitjolën, i thash Vitjola që jetu bak, shu, tha, kam nevojë ta baj një gjë troll që në Shqipëri nuk ishte bë. Alo, i tham për çdo gjë, unë isha gati. E kam përjetu këto 3 muaj me te, nuk është e fort rahat, sepse në Shqipëri, nuk e kena të kulturën e masazhit të terapive manuale. Por ajo ja doli, një vajzë shumë guximtare, edhe si thonë gjithmonë me kanë Shkodran të na i ban, edhe ajo bani. Po për ju, Afrodita, si ishte ky kampionat? E njëjta gjë sikur tha dhe Lavdia, ishte një mrekulli, ishte një gjë shumë e bukur, një risi e re për Shkodran, një gjë shumë e mrekullueshme. Shkaj shumë mirë, ishin shumë përgatituna, shumë mirë. Në Shkodër shumë shtete që merrnin pjesë. Cilat ishin këto shtete dhe çfarë kishin të veçantat e tyre, Lavdie? Ishin nga Gjermania, Franca, kishte Greqia, Maqedonia, Kosova, Zvicra, shumë shtete, të gjithë të talentuar, të gjithë. Por një gjë e veçantë ishte vajzat tona. Vajzat tona që ndoshta kur ishin fëmijë ikën në Itali. Kam pa shumë emocione ndoshta dhe Afrodita, ato vajza nuk kanë demonstru masazhin, por jetën e tyre. Edhe ajo që fitoi, ajo Mimoza, nuk më kujtohet tani mi emri, ajo atë që tregoi nuk ishte masazhi, ajo tregoi jetën e saj. Atë që ka arritur, sepse pak mas kampionatit, fola pak me ta, se përpara nuk ishte lejushme të flasim me konkurruesit. Si pjesë e jurisë. Me tregoj pak jetën e saj, edhe të gjitha ato që i kishte arritur, me shumë forca, me shumë sakrifica, siç kam thënë edhe gjithmonë në intervistat tjera, prapa mbetër jemi kanë. Edhe në vendet e huaja të kanë edhe shiku, dhe ajo ka jetu pak në Itali dhe din të kanë edhe shiku pak racizëm. Edhe ajo me të sakrificat e saj, edhe dje kur filloi të konkuronte, e pasha të grintën e saj, që do të me ba me pa tjerve. Aty ku kishte arritur, edhe arriti. Ishte një emocion i veçantë. Nga ana tjetër, unë isha aty kur i dhanë kupen, nuk e di se e pavet ishte, mami saj. Familja që qashin. Mami saj kështu, po i delte zemra nga aty unë macinova la unë se a gjara. Por ashtë ka një gjahë shumë e bukur për ne. Shumë. Afrodita, përveç vajzës shqiptare që ju kanë emocionuar, çfarë ishte e veçanta tek shtetet e tjera që ishin pjesë? Pa me realitetin, sepse nuk ishin asnjë gjë më shumë se na. Ishte një gjë shumë e pastër, ishte një gjë shumë transparente, edhe nuk din më shumë se na. Të tregu me të vërtetë se sa të përgatituna, sa emocionet, edhe sa të kënaqura ishin që po bëjnë diçka në vendin e vet. Sa të bën krenar kjo, Afrodit? Mu personalisht shumë, sepse unë kam jetuar shumë vite dhe kam shumë krenari për vendin tem, duket vetja më ndryshe, është një gjë e mrekullueshme kur je sidomos për Shkodrën. Është ndryshe, unë kam edhe në Tiranë punën, por më shumë për Shkodrën. Ishte shumë gjë e bukur që u bën në Shkodër. A do kishte dëshirë që ky eveniment të vazhdoj, të bëhet vit pas viti dhe të bëhet? Po, unë shpresoj të bëhet vit pas viti, edhe ta bim këtë kulturë në vendin tonë, sidomos në Shkodër, sa është djepi kulturës. Terapia manuale është një kulturë, mos me shiku si një gjë, masazhi si një gjë. Është kulturë, është shërim manual. Su më kujtohet kur isha e vogël, nuk e di çfarë. Aty po, ato kupat me zjarr.
Po në ato kohë gjyshat tona i kanë bërë ato gjana, kështu është një terapi e bukur. Ndoshta më kujtohet edhe para 10 vjeç, 20 vjeç, kur i thash mamit du më bë masazhatore, Ishte tabu. po, se që po thot ai tjetri, që po, është terapi, fizioterapia, gjë e mrekullueshme, edhe shpresoj që në Shqipëri të hapet edhe ma shumë, jo vetëm kampionati, por edhe shkolla. Edhe shkolla. Tjetë si kulturë në shkollë, tjetë edhe si një landë. Po. Në shkollë. Afërdit, për ty që jeton në Shkodër, sa janë të përvetësuar shkodranët me pjesën e mesazhit? Sa dinë për mesazhin? Aktualisht ka pak vite që ka fillu, sepse kanë ma shumë të pjesa estetikës, është edhe pjesë e masazhit, po vetëm pjesë trajtimet e trupit, ma shumë se fizikisht një masazh terapeutik. Është ma shumë kur bajnë trajtimet me balta që dojnë me ikë në verë, ose dojnë me dalë në plazh, ose përgatiten për dobësimin, por nuk e kanë pas shumë kulturë, një femën për shembull që të shkojnë vazhdimisht një herë në muaj ose një herë në 2 javë ose në 3 javë, sikur janë në Itali që e bajnë për trajtim, nuk e bajnë veç thjesht para verës se kanë me dalë në plazh me hek celulitin. Bëhet e vazhdueshme. Bëhet e vazhdueshme. Dhe shkodranët nuk janë të hasur me këtë kulturë. Pak e kanë shumë pak. Po jashtë lavdje, po jashtë vendit. Unë punoj në Zvicër, bajmë shumë drenazhe. Sepse trupi jonë do s'do mushet me toksina. Kurse drenazhi i ndihmon ato. Unë kam shumë kliente që janë shumë dotën, jo për mu dobësu, po vinë aty sepse doktori ja ka thënë ti do të shkosh, do të bësh drenazhin të paktën 2-3 herë në muaj. Sepse të pastron trupin. Atje punojmë shumë. Edhe në Itali, se unë si thush jam rritur në Itali, kam studiuar në Itali, edhe atje. Është gjë sikur buka që ha. Po. A mund të mësojnë shkodranët me këtë kulturë, vajza? Po, do të mësojnë. Do të mësojnë. Sa do sikur jemi mësu me ba makjazhin, ju nuk shkonim një dasëm pa u përgatit. E pse mos me ba? Ashtë ma mirë se makjazhi që bani për atë dasëm, ashtë me ba një drenazh për trupin tonë. Sa shnet. Ashtu thamon. Sepse unë fola sot me mesën time, tha për me shkusët një dasëm, në katon, atje më shatë, marrin 35.000, nuk e di. Po pse mos ja jep edhe 30.000 për me të ba një drenazh për trupin. Sa është për shnetin e shtatit. Kurse makjazhin më rëndas me fshinti. Ashtu e mendoj unë. Edhe kam qeft me pru në Shkodër, atë gjanë, se në Tiranë kam punu shumë në Tiranë, me shumë klinika, atje i bajnë. Në Shkodra, jena i pje mrapa, ma ndryshe. Ke menduar një plan konkret lavdje të sjellësh në Shkodër, një ide konkrete të biznesit? Po, janë shumë gjana, shumë plane, pak edhe ma përditen, mendimin e saj me shkollën, por kam menu edhe një medical spa. Në Shkodër? Shkodër. Si plan, sa mund të shkoj të realizohet? Unë them paka shumë një vit do t'jetë. Se kam pas marak gjanat me kryp, spa, gjana, jo vesh me hy me bate, por me ba një sistem që kur delsh nga ty, mos shkosh me marr aspirinën. Pa tjetër. Të ndihmoj për shëndetin. Të ndihmoj për shëndetin. Jo vetëm për bukurinë. Po. Shkodranët e kanë të rëndësishme këtë pjesë dhe unë habitem si nuk është përhapur. Po, fola me pak vajza nga Shkodra, jo, nuk dje se në takoj me do estetise. Gjaja që bajnë, tha ma shumë, tha janë dipilimet, lymjet, ato, nuk kërkojnë, tha, qërpikt, zakonisht, vetull, ato të tha janë për këtu. Tjera gjana, masazhin nuk të kërkojnë. Ndoshta, nuk e ditë si shkollat të i kanë përgatitur nxënësit, ndoshta estetik. Është edhe kja pjesa se edhe profesioniste ka, por është që shkojnë e bajnë në Tiranë, sepse thojnë sa t'je dinë ma shumë. Unë jeta i sa në Tiranë sa në Shkodër, asnjë gjë nuk dinë ma shumë se na. Edhe kja pjesë mu më vret pak, sepse ke sa dysh i shkojnë nga Shkodra në Tiranë për shembull për shumë trajtime, për shumë gjanat bukurisë, edhe vetëm thjesht edhe për shërbime tjera. Shkojnë në Tiranë, sepse në Tiranë ata shesin ma shumë vetin se sa realitetin, por gjithsesi jo është kriju kja idea që Tirana është Tirana.
Në Tiranë nuk e dina se kush është, paktën në Shkodër ke 2-3 veta që kanë bërë një eksperiencë që kanë bërë provë për atë. Si mund të bëjmë që ta sjellim në Shkodër? Ndoshta edhe tu marketingu është shumë i rëndësishëm edhe të paktën me fillu me bën karrierë 2-3 vetave që e vlerësojnë edhe që flasin, sepse këto e bajnë edhe nuk e diftojnë. Unë kam pas raste kur do pso, nëse kur bajnë një trajtim, thojnë që unë nuk bëj trajtime, jam kështu vetë. As i të keqe nuk ka, mi thani shoqës ose dikuj që e kam bën filan vend. As i të keqe s'ka, është një gjë që ti respektan veten. Afërdita në përditshmëri. Mund të më tregosh pak rreth teje? Unë kam 2 akademi, një në Tiranë dhe një në Shkodër, që është Afrodita Academy. Ka 12 vite që unë e kam hapë si shkollë në Shkodër, përgatis studentet kurseve profesionale të ndryshme. Kam nxjerrë shumë vajza. E forta më e madhe e punës është që njihen diplomat në Itali, ku unë kam bërë bashkëpunime me shkolla në Itali, edhe që njihen certifikime. Këtë vit kam çu 55 studente që kanë marrë direksionin teknik, që është primare për më hap një biznes në Itali dhe në tonë Bashkimin Evropian. Edhe sat për sat kja është një fararritje, sepse këtë kam anëru që jam kthy mas 22 viteve nga Italia në Shqipëri. Sa vlerësojnë shkodranët këto? E kanë vlerësu, po këtu është bën pak shqyqur këtë vit, po auto më flasë për kurrikula se di me folë për këtë pjesë, kanë ndryshu ligjet, na kanë bërë gjithë bizneseve me agjurnu licencat, edhe do të kenë ma rregull. Është hapë dhoma zëjtaris, ku bën titujt mjeshtër, ku do të dalin profesionista. Edhe për këtë pjesë jam shumë e lumtur, sepse të paktën të na dahet profesionalizmi i një parrokieres thjesht e disa kurseve profesionale. Për këtë pjesë jam ma me zemër, sepse tham shqyqyr që po hin një rregull, si kur ta marrin një certifikat që shkojnë me punu diku me hapi biznes vetin, t'jenë të dishme, sepse kja certifikat deri ku mpinuj. Se para paguajnë edhe kur vinë ikon jashtë, nuk ju kanë vlerë asnjë gjë. Po ti Lavdia, ke menduar të kthehesh në Shqipëri? Me që biznesin e ke menduar ta hapësh, po të kthehesh këtu në vendin tonë. Të bashkëpunojmë. Kam nevojë. 90% po, 10% jo, ashtu është. 90% po dhe 10% jo. Po. Ashtë një gja, nuk e di, këto 2 vjetet e funit ma shumë me ka hyrë në tru. Përpara jo, e shifsha Shqipërinë si një gja që nuk ishte ma një realitet për mua, kurse sot po. E shemë të zhvilluar? E shumë të zhvilluar, që si e shof që po e të përpara. Dhe ja vlen të kthehesh. E disi është, Alba, guri ranë për shumë vend vetë. Sa do që t'jesh në botë, në Evropë, ku do që t'jesh, je gjithmonë e huaj. Nuk ke linë, nuk ke rritur atë, nuk ke gjuhën e tyne, nuk ke kulturën e tyne. Them drejtën Zvicër nuk e kam një fort atë racizmin, por je gjithmonë e huaj. Gjithmonë e huaj. Edhe këtu, kur vi këtu, them të drejtën, si tha me dje dhe me tha, edhe thashë të me të bajnë me jetu. Po, fra. Ashtu, sepse jeta ku jetojon është shumë orare. Gjithë qa qyshë nade deri në darë këtu nga atu, një kafe këtu, ka lezet. Kur dola djenë të këtu të këfedonalja, mu shpirti maj. Ashtu është. Po fëmijët janë dakord Lavdia me këtë pjesë? Po janë rritur, Alba, janë rritur. Ato gjithë bajnë jetën e vetë sot, edhin. Por, ndoshta i fje do të ilënohen, por edhe unë do t'jetoj jetën time tani. Fëmijët deri në një moment atër do t'ecim për para. Pa tjetër. Por është një gjatë që të them, 90% nuk tham jo. Je dakord të kthehesh? Po. Si është një eksperiencë kthimi në Shqipëri? Fillimet kanë shumë vështira. Shumë. Sa herë kam pyet vedin që i bona vedit që ardha në këtë vend, drejt Zotit. Por tash jam shumë e lumtur. Sikur diskutova dhe me Lavdian, unë nuk di me bë punë tjetër, kam ata idetë mia, punën time, punaj edhe këtu se jam vend tem 10 orë ndisë, ndryshe unë jam vetëm edhe menaxhoj çdo gjë vet, por ke mundësi me arrit edhe është më ndryshe. Ajri është më ndryshe. Unë i kam të 2 fëmijë të dhonë që jetojnë jashtë, unë jetoj vetëm këtu, por nuk di me bëgje tjetër. Kja është punë e unë do t'jetoj në Shqipëri. Vajza, për mbyllje dua një mesazh nga ju për të gjithë ata që duan ta njohin se çfarë do të thotë vërtet të bësh një mesazh profesionist. Mesazhi është jeta. Mesazhi, siç e thash edhe përpara, është një shërim manual, një shërim natyror.
të gjithë kena nevojë, sepse sot gjithë jena pak me stres, jeta, çmimet që janë rrit pak në Shqipëri e pa, çdo gjë. Kështu që masazhi është nëtësi. Mos me shiku masazhin si një gjë tjetër, se s'po tham këtu në televizor, për masazhi është nëtësia jonë. Kështu që ju them gjithve kërkoni në për studio, nuk e di ku janë këtu spa, relaksit, sepse është për 100% shëndetësi. Po nga ti, Afrodit? Të profesionalizohen, të kërkojnë nga vetja, të bajnë trajnime, shumë trajnime, edhe mas lanë me narë Filipinet, me në i bon gjitha këto. Unë të flasë me realitetin e Tiranës e Shqipërisë, po është një zënat shumë i mirë, është edhe fitim për urs, edhe kush e ka me dëshirë mas nalet. Faleminderit që ishit me mua këtë mëngjes, vajza. Faleminderit, ditën e mirë. Ju falenderoj shumë, na keni zbukuruar ditën. Faleminderit të gjithëve ju që na keni ndjekur në Info Plus. Takimi radhës nesër në të njëjtën orë.